LSDM mbajti kongresin e 31, në të cilin u analizuan rezultatet e zgjedhjeve të fundit lokale. Ky kongres u mbajt në kushte të tensioneve të shtuara brenda partijake dhe kritikave publike ndaj udhëheqjes aktuale të LSDM-s. Në këtë kongres, kryetari i LSDM-s, Venko Filipçe, njëkohësisht dha llogari për punën e kryer dhe i bëri thirrje anëtarësisë së LSDM-s për bashkim, për shpëtim të dinjitetit Maqedonas, duke kritikuar udhëheqjen e VMRO DPMNE-s, e cila sipas tij po e çon vendin drejt izolimit. Maqedonia është në krizë diplomatike, rruga evropiane e këtij vendi është e bllokuar, ndërsa ata nuk kanë plan. Evropa na fshiu, ndërsa Amerika nuk na evidenton. Në vend që të ishim brenda perimetrave të SBA-s, me Mickoskinë përfunduam jashtë rrethit të quajtur Evropë. U zbulua boshti me Serbinë dhe Hungarinë, aleanca me Orbanin dhe Vučićin, ku përfaqësohen qëndrime anti-evropiane dhe mbështeten qëndrime pro-ruse, gjë që na çoi deri aty sa të jemi në listën e Amerikës bashkë me vendet e botës së tretë, u shpreh lideri i LSDM-s Venko Filipçe. LSDM tani po hyn në një fazë të konsolidimit të plotë të brendshëm, ku nuk do të tolerohen më anëtarë që, siç u shpreh, ulen në dy karike dhe njëkohësisht punojnë dhe për opsione të tjera politike. Kjo, tha Filipçe, do t'i përkasë së kaluarës, duke theksuar se LSDM-ja mbetet e hapur për të gjithë ata që sinqerisht dëshirojnë të luftojnë bashkë, por jo dhe për ata që të minojnë partinë nga brenda. Para të pranishmeve, Filipçe tha se të tjerët e shohin Maqedoninë si gjahë dhe si territor për sundim, ndërsa LSDM-ja e sheh atë si shtëpi. Përveç kësaj, LSDM-ja do të angazhohet për një ekonomi më të mirë, paga më të larta, stabilitet social dhe shëndetësor, si dhe siguri për qytetarët.